Gruaja nuk më lën edhe nga 1 muaj të afrohem. Si t'ja bëj? Askur nuk më afrohet ajo e para. Pa unë ngutë do të kisha thonë me këshyr njëherë mos ka nej problem shëndetësor. Nëse ka problem shëndetësor, me u mundu me evitu, me larguat problem, me mirë kuptim me zvete. Nëse s'largohet, atëherë ti e ki alternativën B që do ta përmendi tash. Nëse s'ka probleme, thjesht që ashtu ajo po dan thot, s'niune për këtë punë, që është duone, jo ti. Atëherë, edhe në këtë rast, ulesh i thu, a donë me vazhdu gjërat cilat i kanë obligim bashak me zvete me i kry, apo une, ose po të shkruarzaj, ose rriti, s'ka problem, njerë në muj, po une pe bi tjetër në të shpia. Ki drejt mu martu me dytën. Nëse nuk të kryen obligime bashkërtja parë, ose maj, ose lësho. Nëse është e smut, hajde po mirë kuptojmë, nëse nuk është e smut, s'ka drejt. Me leket e mallkojnë deri në mëngjes nëse e refuzon bashkëshortin pa arsye. Më vjen keq me thonë këta, por dush me kalu të opsioni B. Allahu Gjeleshanu t'i ka liu 4 gra. Unë e di se ai mentalitetit e na lam që folin njerëzit, po mos i këshyr njerëzit. Këshyre vetën tane. Kërkuj mos i ban zullum, mos ban harame, mos shko si rrugaq në për kurvni, po banu taman burë që shka hije, ullu, s'qaroj, detalizoj, sanet. S'ka arsye. Edhe t'spjegoja planet e tua, le të vendos masanej. Kërkush me zërë nuk mundet kërkan me enal. Dan me najt letrin, zdan me najt, Allahu i një moft. Mje keq ama, kjo nuk është sistem islam, që me bot termin buri me gru në vetë, kur me ju afru. I ki termini sa u vënu atje, s'ka mujt me ardhë. Në punë, s'ka ma me orë termin, jo por bashkërtja vetë është. Kështu që të kenë kujdes gratë në këtë pikë. Allahu na falte në përmirësoft.